Stockholmi zyrtar mbështet Tiranën sa i përket procesit të integrimit. Në një intervistë për Vision Plus, deputeti me origjinë shqiptare në parlamentin suedez, Arber Gashi, theksoi se puna që po bën vendi ynë deri më tani do të sjellë frytet e saj. Suedia qëndron aleat e afërt me Shqipërinë dhe mbështetës e rrugtimit të saj drejt Bashkimit Evropian. Unë jam i sigurt që Shqipëria do të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Synimi është deri në 2030, nuk jam mund të vlerësoj a do të arritet në atë ditë, atë datë, por jam i sigurt që antarësimi është ka vjen. Shqipëria është ka bërë reforma në gjitha këto aspekte, por njëkohësisht duhet edhe puna të vazhdojë, mos të humbasim orientimin se ku duhet shkojmë. Për Gashin, i rëndësishëm në këtë proces mbetet dhe bashkëpunimi mes palëve politike. Ai jep dhe raste se si mazhoranca e opozita janë bashkuar në parlamentin suedez. Normalisht që nuk është i hishme. Nga konvishtimin si politikan suedez, kur kemi sfidat të mëdha, apo senohet sigurimi i shtetit, apo ta merri për shembull antarësimin e NATO që kemi pasur në Suedi para vetëm disa vite, opozit bëhen bashkë. Edhe nuk e humbasin kur rrugtimin, sepse këto janë reforma, këto janë gjëra që gjasin për gjenerata, jo vetëm për kohë të shkurtë. Dhe prandaj kur politizohen këto gjëra nuk më vjen mirë, shpresoj të kemi ma unitet dhe edhe në politikë bërjen sa i përket rrugtimit të Bashkimit Evropian. Sa i përket procesit të integrimit në Bashkimin Evropian, vendi ynë tashmë ka hapur të gjithë grup kapitujt, ndërsa pritet drita jeshile nga vendet anëtare për hapjen e piketave të ndërmjetme.